Ka mbyllur tashmë siparin panairi Tourism Fair Albania, i cili për 2 ditë në kryeqytet bashkoi institucionet publike, sektorin privat dhe partnerët ndërkombëtar për të forcuar bashkëpunimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Panairi mirëpriti 141 ekspozues, 40 blerës ndërkombëtar nga bota, përfshirë tregje me potencial të lartë si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Japoni, Kinë dhe Tajland, si dhe tregje kyçe europiane si Anglia, Gjermania, Irlanda dhe Franca. Pjesë e panairit edhe disa operator turistik të Vlorës, mes të cilëve dhe Regina Group. Sipas operatorëve të Vlorës, këtë vit pati një pjesëmarrje të gjerë të përfaqësuesve të sektorit të turizmit, ndërsa u vure interes në rritje për strukturat hotelerike, por nëse interesi të huajve shënoi kulme, njëherët ai u shoqërua dhe me dilemën për hapjen ose jo të aeroportit të Vlorës, kur dihet tashmë se investitorët e ndërtimit të aeroportit janë në një konflikt ligjor. Ndërkohë, në mungesë të një informacioni zyrtar për çeljen e aeroportit, operatorët kanë kryer tashmë 50% të shitjeve dhe kanë realizuar kontrata për të patur një sezon të suksesshëm turistik, ndërkohë që janë shitur dhe biletat. Kështu sipas operatorëve, turistët e huaj po vijojnë të prenotojnë hotelet në Vlorë, por mungesa e qartësisë mbi funksionimin e aeroportit po i vën në vështirësi në planifikimin e paketave turistike dhe flukseve të ardhshme. Agjencitë ndërkombëtare dhe operatorët që organizojnë ture drejt Shqipërisë po kërkojnë qartësi mbi funksionalitetin dhe afatet e aeroportit, pasi kjo ndikon në planifikimin e fluturimeve charter, paketave turistike dhe kontratave sezonale. Edhe pse interesimi i turistëve të huaj mbetet i lartë dhe prenotimet në hotelet e Vlorës kanë nisur, mungesa e një përgjigje të qartë për situatën e aeroportit po krijon vështirësi në garantimin e shërbimeve të plota. Operatorët theksojnë se çdo paqartësi në infrastrukturën kryesore të aksesit rrezikon të ndikojë negativisht në besimin e tregut ndërkombëtar dhe në imazhin e Vlorës si destinacion në rritje. Ndaj ata apelojnë për një zgjidhje sa më të shpejtë institucionale, duke nënvizuar se turizmi funksionon mbi bazën e planifikimit dhe sigurisë kontraktuale. Çdo vonesë sipas tyre mund të përkthehet në humbje konkrete ekonomike për bizneset vendase dhe në një sezon më të pasigurt se sa pritshmëritë, pasi çdo vonesë rrezikon të ndikojë negativisht në sezonin turistik dhe në imazhin e destinacionit. Ndërkohë, zhgënjimi tjetër i operatorëve të Vlorës edhe mungesa e përfaqësimit të institucionit të Bashkisë së Vlorës në këtë panair.